Në komunën e Tetovës sot qëndroi për vizitë një delegacion nga komuna e Bursës së Turqisë, me në kry kryetarin e kësaj komune, mike të komunës së Tetovës, Recep Altepe, ku takoi kryetarën e komunës së Tetovës, Teuta Arifin, dhe ekipin e saj. Në konferencën e përbashkët për shtyp të kryetares së komunës së Tetovës, Teuta Arifi, dhe kryetarit të Recep Altepe, kryetari Arifi deklaroi se kjo vizitë e delegacionit të komunës së Bursës, me në krye me kryetarin e saj Recep Altepe, i dedikohet miqësisë që komuna e Tetovës ka me komunën e Bursës së Republikës së Turqisë dhe mundësive të bashkëpunimit të ndërsjellët edhe në të ardhmen. Shfrytzuam rastin normalisht që të flasim për miqësinë dhe për bashkëpunimin ton dypalësh dhe të falenderojmë komunën e Bursës për përkrahjen që dha për rregullimin e mihrabit, do të thënë gardit rreth afër parkut tek xhamia e Larme, dhe njëkohësisht edhe tek ura që ka marrë një pamje estetike për cilën posaçërisht dëshirojmë që të falenderohemi dhe të themi që jemi të gatshëm dhe kemi dëshirë për bashkëpunim të më tutjeshëm, ndërkohë që edhe një herë për ne është gjithmonë kënaqësi e veçantë që qyteti i Tetovës të gjendet në këtë lloj partneriteti dhe në këtë lloj bashkëpunimesh. Kryetari i komunës së Bursës Recep Altepe në fjalën e tij theksoi se jemi sot këtu në qytetin mik toni, në qytetin e Tetovës, për të thelluar dhe përforcuar bashkëpunimin që kemi mes veti. Evet, öncelikle tabii ki tüm dostlarımız, komşularımız bizim için önemli ama özellikle Makedonya çok daha önemli çünkü për ne është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi që kemi me Maqedoninë si shtet dhe qytetet e saj, për arsye se ne këtu kemi shumë miq tan, kemi familjarët tan, dhe dëshirojmë që ky shtet të vazhdojë me prosperitetin e vet në paqë dhe qetësi dhe kështu të ketë zhvillim dhe prosperitet në të ardhmen. Në këtë drejtim duhet theksuar bashkëpunimi ekonomik, zhvillimi ekonomik, mirëqenia e popullatës dhe pikërisht në këto drejtime edhe duhet punuar në projekte të përbashkëta në të ardhmen. Po ashtu me rëndësi është edhe bashkëpunimi në sferën e kulturës, pasi që dihet se këto troje janë djepi civilizimit dhe të gjitha këto vlera që janë pjesë e civilizimeve të ndryshme duhet të kultivohen, të konservohen dhe të ruhen. Ndryshe kryebashkiaku i qytetit të Bursës dhe ekipi i tij tani më disa ditë qëndrojnë në Maqedoni, ku marrin pjesë në evente dhe takime të ndryshme miqësore dhe promovojnë projekte që i kanë realizuar në të kaluarën.